Siç e theka edhe në fillim, sot është 9 maj, dita e Evropës. Kjo është një ditë që na kujton se edhe pas kohrave më të vështira, është e mundur të ndërtojmë paqe, bashkëpunim dhe një të ardhme më të mirë për të gjithë. Edhe pse Maqedonia e Veriut ende nuk është zyrtarisht të themi zyrtare pjesë e familjes evropiane, aspiratat për të bërë pjesë e saj janë të forta, por edhe në zemrat e qytetarëve dhe në punën e shumë profesionistëve që kontribojnë çdo ditë në këtë rrugtim. Sot me ne në ritmin e ditës kemi të ftuar profesoreshën Besa Kadriu, një figurë e njohur tashmë për përkushtimin e saj në fushën e integrimeve evropiane. Përshëndetje profesoresh dhe faleminderit që pranuat të jeni pjesë e misionit të ritmi i ditës pikërisht për të folur për këtë ditë 9 maj, dita e Evropës. Faleminderit Rajan për gëzime për studion e re dhe suksese në realizimet e emisioneve të tjera. Faleminderit. Çfarë simbolizon për ju personalisht dhe profesionist dita e Evropës, sidomos kur flasim nga një vend që ende nuk është të themi jashtë Bashkimit Evropian? Maqedonia vazhdon të jetë jashtë Bashkimit Evropian. Sigurisht që është një datë e cila shënon një kthes të veçantë historike në të gjithat procesin e eurointegrimeve që ne sot me ëndje, me dashamirësinë më të madhe i kujtojmë këto ngjarje të rëndësishme të cilat vërtet kanë një kthes të veçantë. Sidomos kur flitet për datën 9 maj, është ajo që faktikisht ka bërë një tentativë të jashtëzakonshme në fillimet e para kur u themelua Bashkimi Evropian, kur dy fuqitë më të mëdha, Gjermania dhe Franca, mblodhen në radhë të parë fuqitë e tyre ekonomike për të bërë një bashkim në radhë të parë të elementit ekonomik dhe pjesës që i referohej asaj çështje e cila i kishte sjellur të ardhura më të mëdha, asaj që ne sot e njohim si Bashkimi Evropian, pra dy fuqitë e mëdha krijuan Bashkësinë Evropiane për të ngjillë dhe çelik në radhë të parë, dhe jo vetëm kjo si nismë ose iniciativë që bashkoi fuqitë ekonomike të dy vendeve të mëdha që ishin nismëtarët e Bashkimit Evropian, por njëkohësisht qëllimi ishte që të shënohej një kthes e veçantë në drejtim të vendosjes së paqes në mes këtyre dy vendeve në radhë të parë, të cilat historikisht njihen për armiqësitë më të mëdha që i kanë bërë në mes, zhvillimit të luftrave, dhe njëkohësisht qëllimi ishte që të vendoset një ritëm i ri i krijimit të një atmosfere paqësore dhe vlerave universale të cilat do të vendoseshin në radhë të parë në mes këtyre dy vendeve për të shënuar pastaj edhe iniciativa të tjera shumë të rëndësishme të cilat sot vërtet janë një element i mbarvajtjes të asaj që sot e njohim si strukturë supranacionale ose mbishtetërore të Bashkimit Evropian. Pra, 9 maj shënon një kthes të rëndësishme të vendosjes së paqes, asaj që ne sot njohim të Bashkimit Evropian, dhe mbi të gjitha vendosjes së themeleve të rëndësishme të cilat janë sot një ogur i mirë për të gjitha ato shtete të cilat pretendimet i kanë që të jenë në një të ardhme të afërt edhe vende anëtare në Bashkimin Evropian. Sigurisht për ne që jemi jashtë strukturave të BE-s, nuk na distancojnë të themi këto data të rëndësishme historike, sepse një ashtu dhe ne jemi pjesë e truallit evropian, pjesë e kontinentit evropian, dhe ndonjëherë njerëzit ndoshta edhe pa mos e menduar aq gjatë thonë kur do të jemi, kur do të hyjmë në Bashkimin Evropian. Në fakt, ne duhet të përdorim terme të cilat kanë të bëjnë me faktin e procesit të integrimit, sepse ne jemi, ne nuk kemi ku të hyjmë, ne jemi brenda teritorit evropian, brenda kontinentit evropian, por çështjet janë se sa ne kemi gatishmëritë për t'i përmbushur të gjitha ato standarde të cilat janë sot si vlera evropiane të Bashkimit Evropian. Kultivimi i paqes, respektimi të drejtave të njeriut, të themi, janë vlerat të thelbësore të Evropës. A mund të themi se Maqedonia është duke ecur në drejtimin e duhur në këtë? Çdo vend i cili ka kaluar të themi një periudhë paraprake, e cila
ndoshta sot nuk është shumë e përafërt me ato që i njohim si standardet të Bashkimit Evropian, ose ndryshe i njohim si vende shtete të tranzicionit. Konkretisht ne bëjmë pjesë në vende të Ballkanit Perëndimor. Maqedonia e Veriut nga periudha e vitit 2005 ka statusin e shtetit kandidat për të qenë vend antar në Bashkimin Evropian. Dhe duke i parë parasysh të gjitha ato parametra të cilat kërkohen si pjesë e domosdoshmërisë së përmbushjes së atyre detyrimeve që një shtet antar i duhet të bëj për të qenë ose për të bërë vend antar në BE, sigurisht edhe Maqedonia e Veriut i ka këtë sfidë ende sot e kësaj dite, sepse mbetet ende në ëmbrellën e këtij statusi të qenurit vend antar, vend kandidat për të bërë antar. Dhe kandidatura e Maqedonisë së Veriut ende është në proces të së ndërtimit të këtyre vlerave, duke filluar në radhë të parë aspektit ekonomik, stabilitetit ekonomik, domethënë të gjitha atyre politikave ekonomike, të cilat Bashkimi Evropian i ka vendosur si përmbushje edhe të kapitujve. Aspekte të tjera të cilat kanë të bëjnë me funksionimin e shtetit ligjor, përmbushjes së demokracisë së mirëfillt ose funksionimit, domethënë të përmbushjes së institucioneve të cilat respektojnë demokracinë e mirëfillt, lirinë të drejtat e njeriut, dhe jo vetëm, janë edhe shumë standarde dhe komponenta të tjera të cilat kanë të bëjnë edhe me, të themi, në praktikën tonë ndërtimin e raporteve të mirëfillta ndëretnike, janë çështje të cilat janë ndoshta vitale për mbushje të komponentave të cilat kanë dalur fill pas konfliktit të vitit 2001 për Maqedoninë e Veriut, dhe shumë çështje të tjera të cilat kanë të bëjnë me pluralizmin politik, me aspekte të cilat gjithnjë Bashkimi Evropian këto i radhit si detyrat të procesit të reformave që shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë këtu dhe Maqedoninë e Veriut, i kanë si procese të domosdoshme për t'i përmbushur që më pastaj ato të jenë të inkuadruara në Bashkimin Evropian. Besoj se në situata të këtilla gjithmonë, shtetet të cilat kanë arritur sot të jenë vende antare, por që kanë qenë në të kaluarën pjesë përbërëse e ish Jugosllavisë, kanë arritur t'i tejkalojnë të gjitha ato barriera të cilat i ka shoqëruar një sistem i së kaluarës. Pra, nga një monizëm të kalojnë në pluralizëm, nga një ekonomi monopoli të dirigjuar në një ekonomi të tregut, nga institucione të mbyllura në institucione transparente, nga shumë vlera të cilat i kanë takuar të së kaluarës, sot sigurisht që duhet të përputhen me të gjitha ato standarde të cilat janë pjesë e demokracisë së mirëfillt në kuadër të vlerave të Bashkimit Evropian. Sigurisht, kjo është një sfidë e madhe e cila mbetet ende, domethënë të realizohen shumë çështje të cilat janë kapituj të hapur për Maqedoninë e Veriut dhe në përgjithësi edhe për Ballkanin Perëndimor. Sipas jush, cilët janë hapat më të rëndësishme që duhen ndërmarrë për të ndjerë edhe më afër këtë frymë evropiane në jetën tonë të përditshme? Në rast të parë, sado që ne mund ose më pak duam të flasim për politikën, politika është ajo që determinon fatin e të gjithë qytetarëve brenda një vendi, brenda një shteti. Në qoftë se ne kemi vullnetin e mirë politik, në qoftë se ne kemi një proces të mirëfillt të politikbërjes, të qeverisjes, të sistemit të një shteti i cili aspiron që në një të ardhme të afërt vërtet të jetë me kompetenca të plota vend antar në Bashkimin Evropian, qeveritë e këtyre shteteve dhe në radhë të parë dhe qeveria e Maqedonisë së Veriut duhet të tregojë interesa më të mëdha për t'i realizuar të gjitha ato detyrime të cilat janë pjesë e domosdoshme e integrimit në Bashkimin Evropian. Shpeshherë ne i kemi parë që qeveritë të cilat shkojnë e vinë në ndryshime të pushteteve të njëpasnjëshme e kanë këtë si prioritet, respektivisht këtë e thonë me gojën plot që ne do t'jemi vend antar ose i promovojnë vlerat e Bashkimit Evropian duke trumbetuar në radhë të parë që kjo është pika prioritare e aspiratave të tyre sapo ato të marrin pushtetin. Megjithatë, proceset politike ne jemi dëshmitar se zhvillohen ndryshe më pastaj. Domethënë shfrytëzohet karta e integrimit për Bashkimin Evropian, ndërsa në anën tjetër krijohen të tjera, të themi, mekanizma të cilët
prapë vendin e mbajnë të mbyllur. Ne I shohim tani proceset se sa mund të zhvillohen, shohim se sa Bashkimi Evropian është I afërt, sa janë vizitat brenda qeverisë së këtij vendi dhe me automatizëm e nënkuptojmë sa është afër ky vend brenda këtyre proceseve të integrimeve, sepse Bashkimi Evropian duket se dhe këto përveç asaj pjesës së procesit që ka domosdoshmëri për statusin kandidat të shteteve, siç është Maqedonia e Veriut, domethënë ka raporte permanente 6 mujore që I referohen këtyre shteteve për ecurinë e procesit të reformave. Nga ana tjetër ka një monitorim permanent të realizimit të gjitha atyre politikave të cilat shteti duhet t'i përmbush. Është edhe nga ana tjetër pjesë e proceseve të rëndësishme për të qenë, domethënë më afër këtyre standardeve të Bashkimit Evropian. Maqedonia në anën tjetër, jashtë strukturave dhe institucioneve të Bashkimit Evropian, është vend antar në Këshillin e Evropës. Dhe në anën tjetër ne I shohim sa këto elemente të cilat janë vlera evropiane që I promovon Këshilli I Evropës për respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, për çështje të tjera të cilat janë vërtet çështje jetike për zhvillimin e një shteti demokratik, sa janë përmbushur në këtë anë që më pastaj ky shtet me statusin kandidat të mund të jetë më afër atyre standardeve që BE I kërkon në mënyrë permanente. I shohim që kohë pas kohe, domethënë ka ngecje të proceseve. Dhe kjo si qytetar neve na bën të jemi pak skeptik në kuadër të këtyre rrethanave. Ku shkojmë ne si vend? Pse nuk ndodhin këto procese siç mund të kishin ndodhur në Kroaci, mos flasim për Sloveninë ose për shtete të cilat kanë qenë pjesë e ish Jugosllavisë, mirë po kanë arritur që këto sfida të I kalojnë në një periudhë pak më të shpejtë. Pra, me këtë dua të them që duhet të ekzistojë një vullnet më I madh politik brenda kuadrove të cilat duhet të kërkojnë të tregojnë mbi të gjitha profesionalizëm në procesin e qeverisjes mirëfillt dhe pikërisht atëherë unë mendoj se këto procese do të jenë më afër atyre aspiratave që ne pretendojmë të jemi vend antar në Bashkimin Evropian. Zonja Kadriu, mund të na thoni se një kohë kur edhe vetë Bashkimi Evropian përballet me sfida të mbreshme, siç janë rritja e euroskepticizmit apo tensionit gjeopolitik, si mund ta ruajmë entuziazmin për integrimin në rajonin tonë? Do të përmendja, vërtet ka shumë autorë të cilët flasin për euroskepticizmin. Është një autor, Simon Hicks, I cili gjithmonë pretendon që sfidat më të mëdha Bashkimi Evropian I ka pikërisht në çështje, domethënë të funksionimit të mirëfillt të asaj vlerave universale që nga vitet e 50 e këndej Bashkimi Evropian pretendon të ndërtoj dhe njësër prej tyre sigurisht që janë edhe pjesë e të arriturave. Megjithatë, ekzistojnë edhe shumë problematika të tjera të cilat janë sfidë më vete për Bashkimin Evropian. Kemi për shembull çështje që kanë të bëjnë me tentativat gjithnjëje në rritje të cilat kanë të bëjnë me reformat e politikave ekonomike, fiskale, çështjen e migracionit dhe azilit, që është një problematik aktuale që ka pësuar ndryshime në këtë proces të vendosjes së politikave, sepse Bashkimi Evropian sot përballet me një sër, domethënë përqindje të lartë të migracionit dhe kjo e bën një sfidë më vete çështjen e të themi funksionimit të mirëfillt të asaj komponente që në fillimet e para ne e kemi krijuar një opinion përgjithshëm se BE është idealja e funksionimit të një entiteti supranacional mbishtetëror që kishte të bënte domethënë me të gjitha ato shtete në radhë të parë që ishin themeltare, themeluese, domethënë vendet të perëndimit dhe pse jo edhe shumë problematika të tjera të cilat kanë të bëjnë me çështjen e sigurisë, çështjen e ndihmave permanente që I jep për shembull vendeve të luftës në rastin e Ukrainës, është një mbështetje jashtëzakonshme, domethënë e këtij vendi. Çështje të tjera të cilat vërtet kanë të bëjnë edhe me përmbushjen e marrëveshjeve, Green Deal, që është një problematik kryesore për mbarvajtjen e shumë çështjeve të cilat kanë të bëjnë me funksionimin e industrisë bujqësore dhe problematika të tjera të cilat janë të vazhdueshme. Sidomos periudha pas realizimit të vitit 2024, përmbyllja e fushatës elektorale, Bashkimi Evropian sot përballet edhe me vendosjen e një balansi institucional
të strukturave brenda BE-s, dhe këtu e shohim që ka një orvatje të vazhdueshme për vendosjen e përfaqësuesve në Këshillin e Evropës, në Këshillin Evropian dhe Komisionin Evropian, të cilat janë struktura shumë të rëndësishme që kanë një shtyllë bazike në procesin e ekzekutimit të politikave të Bashkimit Evropian. Pra, vendosja e një balansi institucional është një sfidë më vete nga periudha e 2024-s edhe këndej, dhe të gjitha këto sfida të vazhdueshme e bëjnë, të themi, një strukturë vërtet me edhe pse përballet me këto sfida të vazhdueshme, sërish, niveli i qëndrueshmërisë së saj ka tendenca gjithnjë në rritje për të mbetur brenda këtyre konturave të kësaj strukture të themeluar që më herët. Sado që mund të përballemi me skepticizma të jashtëzakonshme, të cilat kanë të bëjnë ndoshta edhe me ato që një vlerë e këtillë, kaq madhore edhe mund të ketë dështime, por nga ana tjetër besoj se kur ekziston vullneti i mirë i këtyre strukturave për të çuar përpara këto procese, edhe përkundër këtyre rrethanave, ato janë në gjendje që të krijojnë politika të reja të cilat i përshtaten rrethanave të reja, dhe kjo e bën të themi gjithnjë një zhvillim të qëndrueshëm ose permanent të asaj që ne sot duam ta shohim si strukturë të BE-s, me gjitha ato vlera që ajo përfaqëson, pa mos u distancuar edhe ne si shoqëri e cila jemi jashtë strukturave të saj, por me ambicjet më të mëdha për të bashkangjitur në një të ardhme të afërt. Po, patjetër. Cilat janë sfidat kryesore në përpjekjen për të rikthyer kredibilitetin e procesit të integrimit evropian? Besoj se gjithnjë më tepër vazhdojnë të ngelen çështje të cilat kanë të bëjnë me sferën e vendosjes së paqes, së sigurisë, dhe çështjeve të cilat kanë të bëjnë me krijimin e një stabiliteti ekonomik. Ne shpesh herë themi që ose vendet të cilat janë jashtë strukturave të Bashkimit Evropian krijojnë të tjera politika të cilat mund të jenë narrativi jo i asaj që BE e promovon gjithnjë më tepër. I shohim që zhvillohen vende në Ballkanin Perëndimor, promovojnë për shembull politika të nacionalizmit të theksuar. Ne ende sot flasim për çështjen e gjuhës, për çështjen e simboleve, që janë një problematikë e herët e tejkaluar në shtetet e zhvilluara. Por çka është sfida ose patriotizmi i Bashkimit Evropian? Është një ekonomi stabile, është një komponent shumë e rëndësishme e cila i jep hapësirë zhvillimit normal të shteteve, të shoqërive, të cilat më pastaj arrijnë që të përmbushin të gjitha ato që ne sot i njohim si vlera të mirëfillta që i promovojnë edhe Kombet e Bashkuara në kuadër të qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm. Pra kemi 17 objektiva të cilat nga Kombet e Bashkuara inkorporohen në politikat të Bashkimit Evropian, nga politikat të Bashkimit Evropian në qeveritë të shteteve të BE-s dhe qeveritë të shteteve ku jemi dhe bëjmë pjesë dhe ne. Dhe këto janë sfida të veçanta, të cilat ne gjithnjë më tepër konsiderojmë se janë qëllime të cilat në vazhdimsi dhe ne si shtete, pavarësisht që nuk i përkasim kësaj kompetence ose statusit të qenit me të drejta të plota vendantar, ne i kemi përgjegjësitë e barabarta për t'i përmbushur të gjitha këto qëllime që dalin nga këto objektiva me një diapazon geopolitik të shtrirjes së këtyre qëllimeve, por që janë shumë të rëndësishme për krijimin e një ambienti të gatshëm i cili në të ardhmen vendin e parafron brenda strukturave të BE-s. Mund të na thoni pse është e rëndësishme që reformat në fushën e sundimit të ligjit dhe të sistemit gjyqësor të jenë prioritet për qeverinë dhe si mund të ndikojnë ato në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian? Edhe më herët thash një fakt që funksionimi i shtetit ligjor, vendosja e drejtësisë brenda institucioneve të vendit është komponenta bazike që e bën një shtet të ecë përpara. Sidomos çështjet të cilat kanë të bëjnë me pavarësinë e sistemit gjyqësor, funksionimin e shteteve të cilat në këtë drejtim duhet të jenë të paanshme, pa ndikimin politik, e bën një shtet të tregojë vlera vërtet të larta kur flitet, domethënë për çështje të cilat i referohen
vlerave të mirëfillta universale të demokracisë. Duke u bazuar në këto rrethana që demokracia është një element shumë i rëndësishëm brenda funksionimit të shtetit, të vendeve, dhe bazuar edhe në këto dhe shumë elemente të tjera të cilat janë të parafërta me këtë, na bën të mundur të kuptojmë që elementet e këtilla janë ato pikërisht çështje të cilat duhet të jenë një oguri i mirë, në mënyrë që jo vetëm Bashkimi Evropian, por edhe fuqi të mëdha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës investojnë në këto shtete për të realizuar këto reforma. Dhe në një informat kthyese sigurisht që kërkohet bazamenti kryesor brenda një shteti të jetë funksionimi i sistemit të drejtësisë, gjithësia e pavarur. Kur do t'i kemi këto mekanizma shumë të fuqishëm, ne edhe si qytetar do ta ndjejmë veten më të sigurt, më të paanshëm në pikpamje politike, dhe politika në anën tjetër do jetë vetëm një strukturë tjetër plotësuese që do të jetë elementi i mirëfillt që do të përmbush të gjitha ato pore të institucioneve të tjera të cilat do të jenë të gatshme të implementojnë ato politika që ja sigurojnë vendit aspektin e mirëfillt ekonomik, çështje të tjera që kanë të bëjnë me sigurinë, mbrojtjen e vendit, edhe shumë komponentave të tjera të cilat bazuar në një sistem të mirëfillt të demokracisë do të krijojnë dhe një ekonomi të shëndosh, do të parandaloj korrupsionin, do të parandaloj të gjitha ato dukuri që janë negative, që e parandalojnë zhvillimin kontinual dhe normal të shtetit. Pra, këto elemente janë ato çështje jetike të cilat dal nga dal duhet, domethënë, të krijohen mirëfilli dhe me një gatishmëri, unë besoj të gjitha atyre strukturave, pavarësisht të ideologjive politike të cilat e përbëjnë pushtetin në një vendi, ato mbi të gjitha nuk duhet të shkelin në vlerat universale. Ideologjitë politike janë ato të cilat mund të japin prioritet një ose komponente tjetër e cila e ngrit shtetin konform atyre standardeve, të cilat i promovojnë ato politikat të subjekteve që e mbajnë pushtetin. Por ama, në anën tjetër, vlerat universale janë të gjitha të barabarta. Çështja e sigurisë, çështja e paqes, çështja e vlerave universale janë ato të cilat duhet cilado lloj strukturë qeverisëse të tregoj gatishmëri për t'i përmbushur këto. Pikërisht atëherë unë mendoj se jemi më afër asaj që ne duam të bëhemi vend antar. Si mund të themi të ndërtojmë një kulturë evropiane në mesin tonë pa humbur identitetin? Besoj se janë sfida më vete dhe këto, jo vetëm për ne që jemi jashtë strukturave të Bashkimit Evropian, por edhe brenda vetë shteteve të cilat janë në kuadër të strukturave të BE-s. Ne i ndjekim shpeshherë, domethënë, ato tentativat të këtyre shteteve që e përbëjnë pjesën më të madhe të përbërjes edhe në numër banorësh, edhe në gjitha ato kontribute që i adresohen shteteve brenda Bashkimit Evropian. Euroskepticizmi është pikërisht ajo që shpeshherë i thirret kësaj çështjeje. Sa shtetet e humbin identitetin, sa e humbin, të themi, atë sovranitetin e tyre, në qoftë se ato pretendojnë të jenë kontribueset më të denja në këto vlera të përbashkëta që janë brenda strukturave të BE-s. Unë besoj se Bashkimi Evropian nuk e ka tendencën që të zbeh imazhin e kulturës dhe përfaqësimit identitar të shteteve, por më bën përshtypje shpeshherë edhe një moto që e promovon Bashkimi Evropian, thot të bashkuar në shumëllojshmëri ose United in Diversity, që nënkupton këto vlera të cilat qëllimin e kanë të unifikohen brenda strukturave të BE-s, gjithmonë duhet të jenë idhëtare të promovimit në radhë të parë të vlerave që qeveritë e atyre shteteve përfaqësojnë në BE, duke kontribuar me më të mirën e tyre në këto vlera të përbashkëta. Pra, nuk është qëllimi që dal nga dal të zbehet imazhi i atyre, të themi, kulturave të ndryshme që kontribuojnë brenda BE-s. Përkundrazi, të bashkohen në këto vlera universale duke i kontribuar edhe, të themi, kulturave dhe identitetit që ato në mënyrë të veçantë përfaqësojnë. Besoj se në qoftë se nuk ka tentativa negative, nuk ka
ambicje të cilat kanë për qëllim të shkrijnë kulturat e shteteve të tjera, që ndoshta ndikimi i tyre mund të jetë më pak i vogël ose jo mjaftueshëm ndikim. BE promovon dhe politika të atilla të cilat investojnë në ruajtjen e vlerave dhe kulturave të ndryshme që e përfaqësojnë një vend antar në Bashkimin Evropian. Dhe pikërisht ajo e bën të veçantë këtë entitet supranacional, mbishtetëror, që të promovoj vlera të ndryshme, diverse, të cilat bashkohen, unifikojnë vlerat e tyre në një strukturë të përbashkët, siç është. Zonja Kadriu, për në fund një mesazh për të rinjt në ditën e Evropës, cili do të ishte mesazhi juaj dhe për t'i motivuar të rinjt të themi në këtë rrugtim? Besoj se në një sfidë me të cilën ne përballemi sot, sigurisht që për të gjithë ne është një problematik më vetë çështja e ikjes së të rinjve nga ky vend. Unë do të doja të thoja që të gjitha këto sfida të cilat ne po përballemi sot, në çdo vend të botës ku shkojmë, ku aty japim kontributin ton, qoftë në çfarëdo lloj sfere që mund të ishte ajo, le të tregojmë nga dishmëri që ato vlera universale të cilat janë pjesë e promovimit të vlerave që sot i ka dhe Bashkimi Evropian, ti inkorporojmë në vendin tonë. Në qoftë se ne këtë gatishmëri do ta tregojmë në mënyrë permanente, që pavarësisht asaj hapësirës që ne dëshirojmë ta ndërtojmë të ardhmen tonë ndoshta në një vend më të mirë se sa ky që na ofron, le të tregojmë në një të ardhme të afërt gatishmërinë që ato vlera t'i sjellim këtu dhe të kontribuojmë mirëfilli që dhe vendin tonë ta bëjmë në një të ardhme të afërt me të drejta të plota vend antar në Bashkimin Evropian. Të gjithë ne bashkërisht këto vlera duhet t'i ndërtojmë. Askush nuk vjen dhe vendin tënd ta ndërtoj. Prandaj ne do ta ndërtojmë. E ardhmja jonë është ajo e cila duhet të ndërtohet bashkërisht nga të gjithë ne. Duke i sjellur, duke i promovuar, por dhe duke i ruajtur ato vlera të cilat ne na bëjnë me një identitet të veçantë nga të tjerët, por pa mos e dëmtuar tjetrin. Ju faleminderit shumë që përcjellët gjithë këto mesazhe nëpërmjet emisionit tonë Ritmi i ditës dhe që pranuat të ishit të pjesë në këtë ditë të veçantë që edhe ne shpresojmë që në një ditë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Ju faleminderit. Faleminderit juve, suksese.